Sot ishte dita jonë, sot ishte dita fantastik. Duhet të falenderoj edhe për tifozat, sepse gjithmonë kemi tu një atmosferë shumë bukur. Sot ishte mrekullueshme. Edhe stafi tim bashkë me lojtarët meriton gjitha. Sepse nga fillim, ndoshta jam vetëm mezit nga goli, kur shënoi Tirana. Pastaj mas goli deri në sekunda fundit ishim dominuar, ishim skuadra më mirë, ishim me besim do fitojmë në ndeshje. Edhe e tash unë nga fillim gjitha meriton stafi tim edhe lojtarët. Patjetër ne jemi shumë kënaqur, jemi shumë lumtur. Tani kemi 4 ndeshje, do provojmë gjitha, do luftojmë për Final Four, pastaj si të dalim zoti e di. Final Four mbetet kryefjala jo vetëm e Elbasanësve, por e gjithë për Elbasanin. Sa besoni që kjo do të realizohet? Unë kam besimi plot, por jo vetëm unë, edhe stafi edhe lojtarët, patjetër jam sigur edhe tifozat, prezidentat, gjitha. Nuk kemi do humbim asnjë gjë. E tash unë kemi 4 ndeshje fort, kemi 2 ndeshje brenda, 2 ndeshje jashtë. Domethënë tani fillojmë java tjetër kundër Ignatia jashtë, kemi pastaj Ballshi Shkodra brenda edhe kemi Partizani jashtë. Domethënë gjitha është e hapu. Tani jemi pak me qet nga pozicioni poshtë. Tani vetëm do mendoj edhe do provojmë do kapim Final Four. Jemi në një moment ku Ignatia duhet ketë frikë Elbasanin, jo Elbasani Ignatia. Patjetër, por ti je drejt, po, sepse ne jemi në forma mirë, nëse jam drejt 6 në ndeshje fundit, ne jemi shënuar 6 gola edhe 2 vetëm, si do them në shqip, pesuar, si do them... Po. Domethënë ne jemi rregull edhe nga faza sulmuese edhe nga faza mbrojtës. Kemi tani ekuilibër, por nuk dua shumë eufori. Me mirëdurim kem në tokë, tani kemi një ditë pushim, pastaj do fillojmë përgatitur edhe për Ignatia. Faleminderit, sukses.